Përshëndetje dhe mirë se vini të dashur ndjekës në podcastin tonë të radhës Rishtazi. Sot do të ndjekim një bisedë ekskluzive, sepse në studio kam Talat Xhaferin, deputet të BDI-s, i cili vjen në një bisedë, intervistë pas thuajse disa muajsh. Ai është prezent në parlament, por jo në media, kështu që kam kënaqësi që të kem në studio. Faleminderit. Nësi imja, të bi bashkë. Të prezentova thjesht Talat Xhaferi, deputeti BDI-s, sepse në organet partijake është ajo çfarë është. Megjithatë, Talat Xhaferi ka qenë kryetari i parlamentit, kryeministri parë shqiptar, epitete dhe poste jashtëzakonisht të rëndësishme për këtë vend. Besoj që këtë intervistë do ta ketë po aq peshën e madhe sa edhe postet që i ke pas në të kaluarën. Megjithatë, po e fillojmë fillimisht me atë që ishte aktuale këto ditë me ligjin për jurisprudencën dhe gjithë akuzat që u ngritën ndaj jush, edhe që lidhet direkt me ligjin për gjuhët. Zoti Talat Xhaferi, a ka apo nuk ka në Maqedoninë e Veriut një ligj që lejon përdorimin e gjuhës shqipe? Gjithsesi që ka, është ligji për përdorim të gjuhëve, i cili në nenin 1, në paragrafin 1, parashtron në formë të prerë, është bartë përcaktimi kushtetues i amendamentit përkatës që rregullon çështjen e gjuhëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, dhe në paragrafin 2, sakt në klapa theksohet që ka të bën me gjuhën shqipe. Dhe mbi bazë të atij ligji, gjuha shqipe është zyrtare në përdorim në institucionet qendrore, shtetërore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ashtu siç e përcakton edhe amendamenti përkatës në paragrafin e 4 që në institucionet qendrore të vendit, gjuha që e flasin mbi 20% e popullatës që rezulton me shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut, po ashtu është zyrtare e rregulluar me ligj. Dhe aty është baza kushtetuese e miratimit të këtij ligji në vitin 2018, gjithsesi i shpallur në gazetën zyrtare në vitin 2019. Unë kam një video kur miratohet ligji, kishte një tension të jashtëzakonshëm. Do ta shfaq atë videon, por para se ta shfaq atë videon, kur ju dëgjoj juve dhe kur dëgjoj zyrtarë të tjerë, të cilit e interpretojnë ndryshe ligjin, pyetja që e bëjnë të gjithë, po edhe mua më vjen ta bëj, është që a është konfuzioni, a krijohet konfuzioni për këtë ligj sepse nuk është implementuar deri në fund, apo realisht është ajo që thonë përfaqësuesit të ndryshëm politik që nuk ka një ligj për Shqipen? Çështja është që nuk implementohet, nuk zbatohet ligji në institucionet përkatëse, në veçanti nga institucionet që udhëheqin nga kuadro Maqedonës. Po a ka qenë kështu edhe në kohën kur BDI-ja ishte në qeveri? Unë mendoj që në kohën që kemi qenë në qeveri dhe unë si kryetar kuvendi, me thënë me shkresë, i adresohem qeverisë, me të cilën dhe është si propozues, një prej propozuesve të ligjeve në kuvend, që ata të adresohen në 2 gjuhë, ashtu siç parashef ligji për gjuhët. Dhe ajo është zbatuar. Se përndryshe i kam kthyer, domethënë, ligjet që kanë erë një gjuhë. Për deputetët, jo shqiptar, nuk vlen ai obligim. Por kur vin te kryetari i kuvendit, gjithsesi kur kanë erë te unë, ligji ka shku, është bërë në formën e 2 gjuhëve, që të mundet në të njëjtën kohë ligjet të shpërndahen në 2 gjuhë paralele, domethënë maqedonisht shqip, te të gjithë deputetët. Dhe ashtu i kanë marrë edhe deputetët maqedonas edhe deputetët shqiptarë në 2 gjuhët në njëjtën kohë. Dakor. Pra kur ju thoni që si kryetari i parlamentit, gjuha shqipe është përdorur paralelisht. Po. Sot si është? Sot mendoj që nuk është ashtu, sepse vetë kryetari i kuvendit nuk e zbaton në atë formë që ka obligim mbas ligjit për gjuhët. Tani, përsëri pyetjen që e bëra pak më përpara. Është problemi te ligji që nuk sankcionon deri në fund përdorimin e gjuhës dhe e lën vullnetin ose e lën te vullneti i titullarit, apo është thjesht dëshira e titullarit? Nuk është problemi te ligji, është te titullari problemi, sepse
ai interpreton ashtu si interpreton, nuk duhet të interpreton, por duhet të zbaton ligjin. Interpretim autentik për ligjin mund të jep vetëm kuvendi. Askush tjetër nuk ka drejt të interpreton normat ligjore, por ai duhet të zbatojë normat ligjore, gjë që nuk ndodh për pat keq. Përsëri te përdorimi i gjuhës. Në qoftë se e pranojmë zoti Tala Xhaferi konstatimin që ligji e lejon përdorimin e gjuhës shqipe në nivel gati të barabartë me maqedonishten. Ne kemi parë në të kaluarën edhe tani që titullar maqedonas kur janë në krye të institucioneve e përdorin, nuk e përdorin, pra ka një lloj lirie në mënyrën se si i qasen përdorimit të gjuhës shqipe. Prandaj përsëri pyetja, a do duhet të ishte një ligj më i prerë, më i sakt që t'i thoshte të gjithë titullarëve që patjetër e kanë ta përdorin gjuhën shqipe, apo përsëri mbetet vullneti politik dhe nuk ndëshkohen ata që nuk e zbatojnë ligjin? Ligji është i sakt në kontekst të përdorimit të gjuhëve dhe obligon gjithë ata që janë zbatues të ligjit, përfshi edhe ata që janë titullar të përkatësisë etnike maqedonase. Për arsyen se ligji është meritor për gjithë territorin e vendit dhe për gjithë barësit e funksioneve përkatëse në institucionet përkatëse në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Atëre, a duhet të mbaj përgjegjësi inspektorati, institucionet që nuk e kanë kryer detyrën deri në fund për të thënë që shikoni ju ministra, ju deputet, ju drejtor, nuk e përdorni gjuhën shqipe ose thjesht nuk e zbatoni ligjin? Nëse ju kujtohet debati për ndryshimet në ligjin për inspektoratet, ku nga inspektoratet pavarura u shndruan dhe u vënë në varësi të institucioneve përkatëse, të ministrive përkatëse, në kupton që kompetencat e inspektorateve janë pezullu, janë marrë, dhe inspektorati aktualisht me përcaktimet ligjore nuk mundet t'i urdhënon varësit të vetë çka të bën. Për këtë arsye mendoj që gabimi është pse me atë ngulm e votuan edhe shumica parlamentare ndryshimet në ligjin për inspektoratet dhe gjitha inspektoratet që ishin të pavarura i bën të mbarura nga vullneti i bazëve të funksionit të ministrive përkatëse. Po edhe më përpara inspektorati deri në fund nuk reagonte, apo jo? Se thash, të jemi të drejtë dhe sinqert, kur kishte ministra shqiptar, gjuha shqipe ishte evidente. Kur nuk ishte... Jo veç ministra shqiptar, por ligjet vinë si prepozim i qeverisë, jo i ministrave, dhe punët që kanë kryer ministrat që nuk kanë pas mundësi të njohin gjuhën shqipe, atë punë qeveria si propozuese e ligjeve ka për obligim ligjin ta formulon në aspekt materiale dhe në aspekt gjuhësor konform ligjit për gjuhët. A mendoni që inspektorati në të kaluarën dhe inspektorati tani duhet marrë më shumë peshë në kuptimin e asaj që të sqaroj, që të akuzoj, që të ngrej pa di, tani si ta them, që të jetë më aktivja në të gjitha format e mundshme, që ta presin këtë punë dhe të thonë, ja ku është ligji, ligji na lejon, po ti nuk e zbaton. Unë mendoj që inspektorët përkatës të inspektoratit bën një përpjekje të tillë kohëve të fundit, por fatin e asaj përpjekje dhe atij intervenimit tyre e kemi të qartë, sepse puna e tyre varet nga vendimet e ministrave përkatës që duhet të zbatojnë këto çështje ligjore. Dhe normal që nuk kanë autonomi të veprimit. Dhe përderisa nuk ka autonomi të veprimit, ai mundet të flasë, mundet të bërë akte, pa ato akte duhet të zbatohen ministri. Ja për ta rrumbullaksu çështjen e ligjit në vetvete, se ligji ekziston, unë kam lexuar, shumica e lexojnë, është interpretimi, është ligj për gjuhët, nuk është ligj për shqipen e tjera. A ndoshta kemi hyrë në një territor, zoti Tala Xhaferi, ku një e drejtë e fituar, e cila nuk zbatohet, duket pastaj sikur nuk ekziston? Edhe prandaj krijohen lehtësirat e interpretimeve të ndryshme? Përsëri them, nuk është çështje e interpretimit, se nuk ka të drejtë askush ta interpreton. Ligjin duhet zbatuar ashtu siç është i formuluar. Kështu që nuk ka dileme për atë se çfarë force ka ligji, sepse forca e ligjit është e saktë, e qartë, udhëzuese dhe detyruese për secilin që zbaton ligjin në këtë vend.
çështja e moszbatimit të ligjeve ka edhe përgjegjësi përkatëse që organet përkatëse duhet edhe të merren me atë çështje. Po ne aty vjen problemi se kur organet përkatëse nuk e marrin atë që tha dhe ju hapat e duhur, krijohet përshtypja e një tolerance. Pra mund mos e zbatosh ligjin dhe s'ke ndëshkim. Kjo është çështje e përgjegjësive selektive të organeve ndjekëse të zbatimit të ligjeve. E kush duhet ta bëj këtë? Si ta zgjedhim? Çdo kush që mund ngrej iniciativë për përgjegjësi edhe penale për moszbatim të ligjeve. Para ligjit dhe kushtetutës gjithë jemi të barabartë dhe obligues të zbatojmë të njëjtat. Pse BDI-ja nuk e bën këtë atëherë? Ose struktura të BDI-s që të marrin nisma ligjore, siç i dëgjojmë subjektet politike maqedone kur ndodh diçka që do ngrenë pa di për një çështje, do ngrenë një pa di. Jo, për çështje të caktuar ka bë iniciativë edhe BDI-ja para kushtetuesit, në këtë çështje, ja. Janë çështje që besoj do duhet të adresoheni organeve partijake për të cilët duhet. Nuk e përjashtoj atë mundësi, nuk e përjashtoj programit, ju nuk jeni pjesë e organeve. Nuk e përjashtoj atë mundësi. Por ajo është hapi i fundit që subjekti duhet të bën. Atë mund të bën çdo një prej individëve, çdo një prej atyre që janë të prekur me këtë përgjegjësi. Dua për zoti Talat Xhaferi pak të flasim për çështjen e gjuhës nga aspekti politik, sepse në çështje juridike besoj që deri diku është sqaruar. Por para se të flasim për çështjen politike dhe t'ju pyes për atë se nga vjen kjo lehtësia për ta zhvlerësuar disi përdorimin e shqipes, ndërkohë që kur u miratua ligji kishte një tension të madh dhe kishte një proces delikat politik. Por ja do ta lus regjin ta shohim videon një herë. Prekinete proceduralno, Talat. Prekinete proceduralno. Talat, proceduralno. Talat, ne pravi. Talat, proceduralno. Što pravi se? Talat. Ovo je председател Вječna ВМРО do Pomedel. Zoti Talat Xhaferi, a kemi harruar si shoqëri se sa e vështirë ishte miratimi i ligjit? Po nuk besoj që kemi harruar si shoqëri sa e vështirë ka qenë miratimi i ligjit. Por ata që janë bartës pushtetit dhe që thirren në emër të atyre për të cilëve janë në pushtet sot, neglizhojnë obligimet që i kanë. Ose është mosdi, ose është mosguxim. Për të vepruar, ajo është çështje që duhet të bisedoni me ta, pse nuk e bëjnë, pse nuk e kërkojnë, faktikisht që të zbatohet ligji ashtu siç është miratuar. Incizimin që sapo e pam është momenti i rivotimit të ligjit në kuvend mbas refuzimit të kryetarit të shtetit, i cili shkoi edhe më larg në këtë situatë që edhe mbas rivotimit mbi bazë kushtetutës me numrin e votave që e përshkruan kushtetuta, ai refuzoi që atë obligim kushtetues ta bën, gjë që më së ande e kam bë unë me fusnotat e përcjellse për arsyet pse ligji shpallet pa nënshkrimin e kryetarit të shtetit, për faktin që ai kishte refuzuar atë obligim kushtetues dhe në fakt kërkush nuk u mor me atë çështje të përgjegjësisë së tij që sipas gjitha gjasave edhe logjikës juridike ka përgjegjësi penale për moszbatim të kushtetutës. Pikërisht kur e shikon atë video, çfarë i thoshte Gruevski në ato momente? Se aty nuk dëgjohet shumë zëri. Po nuk dëgjohet zëri dhe mendoj që nuk është për publikun, ajo është sken situatë që e kam përballuar, që e kam në fakt e kisha parapa një situatë të mundshme të tillë, por jo reagim nga vetë ai si ish kryeministër, sekretar partie që ishte atëherë, por nga deputet tjerë që faktikisht nuk ndodhi ashtu. Dhe për atë arsye isha i përgatitur që procedurën ta çoj deri në fund, deri në miratim të ligjit, e mos andej të merrem me situatën që mundeshte të ndodhte dhe të eskalonte edhe më tej. Po për fat mirë, në të menaxhimi i asaj situate rezultoi që mos eskalon dhe mos tejkalohen gjitha situatat që mundeshin të jenë në atë procesat. Tani një nga arsyet që desha ta shfaqja atë videon është se politikisht miratimi i gjuhës i ligjit të gjuhëve, ku presupozohet
ose jo presupozohet, por ligji parashikon një përdorim shumë të lartë të gjuhës shqipe, ishte një çështje e tensionit të madh politik. Nga një këndvështrim i juaj, i një politikani me peshë në këtë vend, a nuk mendoni se kjo çështje duhet të ishte mbyllur? Pse hapet kjo çështje përsëri? Po hapet për faktin që vetë përfaqësuesit që më tepërmi duhet të mbrojnë atë ligj, dalin dhe kontestojnë çështjen e ligjit në kontekstin se ligji nuk ekziston dhe nuk ka ligj për përdorim zyrtar të gjuhës shqipe. Vetë ata e llogarisin si gjuhë e përkthyeme dhe çka më prit atëherë prej tjerëve. Do me thënë është, ajtë themi gjëra direkt, do me thënë është faji i përfaqësuesve shqiptar që janë tani në qeveri? Ma direkt, unë s'di si me e thënë, nëse kryetari i kuvendit e shpreh publikisht se ligji gjithsesi gjuha shqipe, të cilën edhe ai ka gjuhë në anës si unë dhe si ju, e thot publikisht se ajo është gjuhë e përkthyeme, atëherë çka duhet me lip prej atij përpos se këtë situatë që e kemi. Unë përsëri do ta bëj pyetjen. Si ka mundësi që dy kampe shqiptare të kenë interpretime aq të ndryshme të një ligji? Po interpretimet janë nga statusi që kanë në kontekst pushtet opozit. Nëse i referohen i reagimeve të pjesëtarëve të pushtetit tanishëm në momentin e miratimit të ligjit, çfarë vlerësimi japin, konkretisht mund të them edhe me emër, për shembull Izeti, si antarë, nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim në kohën e miratimit të ligjit, deklarimet janë që çfarë arritje është dhe çfarë është bë. Që sot kur është në anën tjetër dhe është bartë si pushtetit, ka tjetër qëndrim. Më thënë tu është qasja e tij dhe nuk do, fjala popullore thot fshati që duket nuk do kallauz. Por nuk mund e mos ta bëj pyetjen arsyeja, motivi, ku është për t'i bërë këto ndryshime në qëndrime? Po unë nuk mund të them në formën e prerë cilit mund të jenë motivet të tyre. Përpos që mund të mendoj edhe të them që është pa aftësia e guximit politik për të çuar procesin konform asaj që është e arritur dhe konform asaj që edhe është e deklaruar paraprakisht si arritje. Reterimi në ato qëndrime është çështje që duhet me bisedu me ato që ka reteruar nga qëndrimet. Dakor, po gjithë kjo çështje e gjuhës u hap me studentët dhe me çështjen e jurisprudencës, po jo vetëm, se ne vazhdimisht shohim skena ku kur mundet shqipja nuk përdoret në tabela, në hiqet nga vulat e tjera, domethënë ka pas plot raportime të tilla. Por duke u bazuar te jurisprudenca, është një lloj dëshmie që ligji e lejon dhënien e këtij provimi në gjuhën shqipe, por kjo nuk është implementuar, nuk është zbatuar. Kur nuk është zbatuar ligji deri në fund, dhe ju keni qenë atëherë në koalicion me LSDM-n, keni pas si BDI tolerancë për ta, si më thënë, për ta mbrojt LSDM-n? Ka qenë një lloj kalkulimi për ta mbrojt partnerin e koalicionit? Nuk është çështje kalkulimi për të mbrojt partnerin e koalicionit, për faktin që ne kemi qenë partner koalicioni dhe me VMRO dhe përmënen që esenca është që çështja bazë e së drejtës buron nga ligji për gjuhët dhe ajo është ligji special që rregullon çështjen e përdorimit të gjuhëve. Dhe nuk ka nevojë dhe nuk ka arsye që të pretendohet se ligje tjera nuk rregullojnë këtë çështje. Në fakt, edhe ligji aktual që është në fuqi për dhënien e provimit të jurisprudencës nuk sankcionon çështjen e gjuhëve, as të maqedonishtës, as të shqipes, sepse çështjet e gjuhëve në të gjitha ligjet përkatëse është lënë që është rregulluar me ligjin për gjuhët dhe atë duhet ta zbatojnë gjithë institucionet. Normat e ligjit për gjuhët janë të tilla, ata janë, që obligojnë gjitha institucionet. Mos zbatimi dhe mos respektimi i ligjit, tash dhe në fillim ka përgjegjësi përkatëse. Pra përsëri do mbërim te vullneti politik ose te vullneti i institucioneve dhe në të cilat pastaj nuk ndoshkohen, dhe nëse nuk ndoshkohen, ata do thonë punë e madhe po su përdor shqipja. Mban ky konstatim. U përmend edhe djali juaj, për shembull, në çfarë gjuhë ka dhënë ligjin për jurisprudencën. A keni një koment për këtë?
Po shqiptisht, është çështja e komentit, djali im e ka dhënë provimin e jurisprudencës si gjithë tjerët që e kanë dhënë provimin në atë kohë. Fakti është që provimin e ka dhënë para se me hynë fuqi dhe para se me u biratu ligji për gjuhë. Kështu që është më tepër Nuk ka pas mundësi ta jap në gjuhën shqipe. Jo që s'ka pas mundësi të them, është më tepër e përdorur si çështje politikës ditore në kontekstin se që kanë pyetje djali im, pa djemë tjere, vajzat tjera, s'qenë kanë me rëndësi. Në me thënë, është çështje e kohës dhe konteksti kohor, kur ai dhe gjenerata e tij kanë dhënë provimin e jurisprudencës, kanë dhënë në formën si ka qenë e përshkruar me ligj, nuk kanë mund ndryshe ta japin konform ligjeve që kanë qenë fuqi në atë kohë. Kështu që është temë për cilën normal që personat caktume përdorin si fakt politik. Në atë drejtim, unë nuk kam qenë i kursime dhe prej shpifjeve tjera, fakt, nëse i referohen Adnan Azizit nga tubimet partijake në Dibër, ku flet që familja ime, unë jetojmë në luks të papar, posedojmë mbi 8-9 vetura, se cila nga to mbi 100.000 euro kushton, që ajo për publikun që nuk më njeh drejt për drejt, edhe mund të shfrytëzohet, por publiku në zonën ku unë jam, e di ndjenje faktike edhe të mënyrës si jetoj, edhe të pasurisë që posedoj, edhe të veturave që kam, kështu që nuk ndjej nevojë të arsyetohen për këtë çështje, sepse qytetarët që kanë mbështet dhe mbështesin të zonës së Gostivarit që më njohin drejt për drejt, domethënë kanë parasysh se nuk mban ai konstatimi i Adnan Azizit që ka përdorur para te. Unë në një farë forme në kuvent edhe i pata thonë që mbasi mi vlerëson veturat, aq shumë hajde gjitha që i kam për të jap për 30.000 euro. Kështu që janë çështje politike, thënë politikës ditore. Po, për ta rumbulluar kështu çështjen e gjuhës kam vetëm edhe dy pyetje, se pastaj dua të pyes edhe për çështjet e zhvillimet e tjera. E para është a mendon që BDI-ja duhej të ishte më këmbgulse kur kishte një pushtet më të madh, që i mos lejonte një tolerancë atë që e përshkrova më herët, pra mos të lejonte një tolerancë për përdorimin e gjuhës shqipe. Se kjo është përshtypja, që ligji ekziston, ja ta them unë si gazetar, po mund të ishte bërë më tepër, mund të ishte këmbgulur më tepër, që kjo praksë e përdorimit të gjuhës shqipe më mos vjeshte në dyshim. A mendon nga distanca sot, zoti Tala Xhaferi, që BDI-ja mund të kishte bërë një presion më të madh që ligji ai që është të përdoret deri në fund? Them në gjithnjë ka mundësi që mund të bëhet më shumë edhe më tepër. Në aspekt optimal, atë që në kontekstin kohor dhe në afatet e fillimit zbatimit të ligjit të këndej, mendoj që kemi bërë maksimumin e asaj që është shtytja e përdorimit të ligjit për gjuhën dhe gjuhës që e sankcionon ligji, dhe ajo nuk do me thonë që nëse kemi pas mundësi të bëjmë më shumë dhe zgjedhjet dhe vendimet pas zgjedhjeve kanë rezultuar që përfaqësues të zbatimit të atij ligji tjetër që tërkush, kush i pengon që ta ngritin. Ja, do vi edhe ajo çështja. Pra, mund ta pranojmë që mund të ishte bërë më tepër. Po mirë dhe mundet, gjithnjë mundet. Po, okay. Po nuk them që nuk është bë optimalja asaj që ka qenë në kontekst të afateve kohore për të mund të ndërhyjet në gjitha poret e zbatimit ligjit. Ajo nuk është çështje që sot është miratuar dhe duhet me lanë pas dore. Do të thotë gjithnjë duhet me pas pretendimin me përmirësu, me avancu, E kur vim te kjo çështja, si ta zgjidhim një herë për gjithmonë këtë çështje? E di që në terma politik do thoni ata që janë në pushtet e zhvlerësojnë, e interpretojnë ndryshe, në rregull. Por ne si shoqëri shqiptare dhe sidomos të rinjve nuk duhet u alema këtë barë, e cila duhet të ishte mbyllur. Nga pesha e gjithë institucioneve që ke pas, cila mund të ishte zgjidhja për të ardhmen për çështjen e gjuhës shqipe një herë për gjithmonë? Po një herë për gjithmonë ne duhet kemi një qëndrim të përbashkët gjithë, pa marrë parasysh jemi pozitë apo jemi opozitë, rreth çështjes së statusit të gjuhës tonë në këtë vend.
Dhe nëse kemi atë qëndrim të përbashkët, atëherë edhe veprimet do të jenë konform atij qëndrimi. Po fakti është që nuk rezultojnë qëndrimet konzistente për atë çështje se si. Nëse ju referoheni subjekteve politike, gjithë në kohën kur është miratuar ligji kanë dalë dhe kanë thënë që kemi një ligj të mirë, një ligj që sankcionon gjithçka, gjitha sferat. Ligjuar shqipe opozitare, po. Pa janë qëndrime subjekteve pa marrë parasysh edhe atë kohë që kanë qenë opozitarë. E pse sot kur janë në pozitë tjetër duhet të jemi në këtë situatë sot. A duhet të krijohet një lloj forumi, kush duhet ta bëj, një lloj bisede, një lloj diskutimi vëllazëror që për të thënë që komunikimin ndërpartijak, që gjitha dëmi është i të gjithëve. Gjitha subjektet politike kanë qëndrim parimor që duhet të kenë komunikim ndërpartijak. Dhe për çështje madhore, domethënë përgjithshme, kolektive që prekin shqiptarin pa marrë parasysh a është në opozitë, a është pozitë, konforma saj edhe elektoratin, a është mbështetës i opozitës apo i pozitës, duhet të ketë një komunikim, duhet të ketë një forum ndërpartijak i cili do të përcakton. Kush do ta bëjë këtë? Po duhet liderët të ulen të merren. Duhet të vijë një moment që liderët megjithatë të ulen. Gjithsesi duhet patjetër të ulen për këtë çështje. Duhet me i caktu vijat e kuqe që nuk tolerohen, me thënë janë të përbashkëta dhe qasja të jetë uniforme, do të kisha thënë, e gjithëve për ato çështje. Shumë mirë, ja i përmendet vijat e kuqe, zoti Talat Xhaferi, dhe kur dëgjojmë kështu lloj vokabulari, përshtypja është që po lëkunden raportet shqiptaro-maqedone. A pajtoheni ju me konstatimin se në fakt në periudhën e fundit ka një lloj tensioni ndëretnik i cili ndoshta nuk ekzistonte më herët? Po gjithsesi që ka, dhe ajo është e dukshme dhe ajo buron nga vokabulari i fushatave që janë bërë parazgjedhore. Spaku si subjekte politike shqiptare, asnjëni prej subjekteve përfshi, edhe ato që janë pushtet, edhe ato që janë në opozit, nuk kanë pas vokabular të tillë anti-Maqedonas në kuptimin kolektiv të drejtohen elektoratit. Përkundrazi, në bllokun Maqedonas e keni qartë, atë e keni përcjellë edhe ju si gazetare, dim edhe ne që vokabulari dhe pesha ka qenë të kthejmë shtetin, se ne kanë marrë shtetin. Ne s'kemi marrë kërkuj kur gjë, kemi pretendu me pas atë që në takon, ne jemi shtet formues këtu, dhe në Babaden jemi në këto troje, në një prej rasteve edhe në kuvente kanë thënë që ne si shqiptarë në Republikën e Maqedonisë nuk mund të llogarisim se kemi statusin e pakicave tjera në kuptimin statusi i serbëve, sepse në këto troje, në këtë vend, ne nuk kemi erë si kanë erë ato. As me banovina, as me luftra, as me beteje, po kemi pas histori të ngjashme me gjitha ndodhit historike që kanë përfshi këtë truall, dhe ne jemi vendin tonë këtu dhe ashtu duhet edhe të trajtojmë. Por, përsëri them, duhet të trajtojmë gjithë ne si përfaqësues të popullit shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, e jo mbi bazë të statusit politik që e kemi në momente të caktuara kohore. Se kur përmenden vijat të kuqe dhe kur përmendet në një farë mënyre lëkundja e sistemit, çështja është se a është në rrezik marrëveshja e Ohrit? A është rrezikuar kjo marrëveshje shqiptaro-maqedone që i vuri shtyllat e një Maqedonie të re? Gjithsesi që është e rrezikuar, kjo është e qartë, nuk duhet me konstatuar ne këtu në këtë bisedë, bashkëbisedim, ajo shifet, si thot fjala popullore prej Marsi, se po tentohet që të zhbëhet gjithçka që buron nga marrëveshja e Ohrit, dhe hapat përcjellës dhe të radhës po sinohet që edhe Badinteri të vetë në pikpyetje. Nëse ndodh një gjë e tillë, pajtoheni me konstatimet e bashkëpartiakut tuaj se ndoshta do të hyet në një territor ku do duhet të diskutohet ndryshimi i sistemit shtetëror? Ose nuk janë tabu, ato tema nuk janë tabu, ato janë çështje që duhet të bisedohen interetnike, interpartiake, përfshi edhe bloku Maqedonas, nëse mendojnë se duhet të hijet në një fazë të re, gjithsesi pse.
Po ju çfarë mendoni? Duhet të hyet në një fazë të re? Apo duhet të luftohet, të mbrohet marrëveshja e Ohrit ashtu siç është? Tendenca paraprake është që të mbrohet marrëveshja e Ohrit në kontekst të asaj si e ka formulu, për faktin që është marrëveshje edhe ndërkombëtare, nuk është vetëm se marrëveshje e miratuar mes dy komuniteteve këtu, po të thuash që sot nesër po i rihim asaj marrëveshje. Ajo është marrëveshje e menaxhuar, e mbikëqirur, e siguruar edhe nga faktori ndërkombëtar, për atë arsye mendoj që duhet hapet ai debat. Pra, megjithatë, ideja është të jepet shans marrëveshjes së Ohrit. Se a mendoni që ka kapacitete klasa politike sot të hyjë në një diskutim të ri negociimi të marrëdhënieve shqiptaro-maqedone? Po nuk ka tabu tema, pse mos me hyj me diskutu. Nuk duhet ketë tabu për këto çështje. Nëse janë favor qytetarëve, besoj që çdo diskutim që çon përpara shoqërinë është në favor qytetarëve, në favor të atyre në emër të cilëve thirremi gjithë ne. Pse mos me i diskutu. Tani, dua një përgjigje vërtet të sinqertë, aq sa mundet. Duke qenë kryetar parlamenti, duke qenë deputet prej vitesh, keni komunikuar shpesh me faktorin Maqedonas, me figurat kryesore të faktorit Maqedonas. Dhe pyetja është sa naive, por aq thelbësore. Kjo klasë politike maqedonase nuk e kupton rrezikun e këtyre diskutimeve pikërisht për interesat e vetë Maqedonisë së Veriut. Çfarë mendon që i shtyn, pavarësisht kësaj politike, por çfarë mendon që ata nuk e kuptojnë që sa e rrezikshme është për shtetin hapja e temave të tilla të mëdha? Sado që ju thoni që janë tabu. Po çështja është se bindja ime është se to kanë vlerësim, se është rrezik, por logjika është se mendojnë derisa është pushtet dhe për pushtet. Nuk e mendojnë ma gjatë pasojat e mundshme të çdo veprimit më të qeshëm dhe të pasojave të mundshme të debateve që mund të hapen. Ju mendoni që klasa politike nuk ka kapacitet shtetari që të mendoj me vizion, po thjesht mendon sot për sot? Sot për nesër për të qenë pushtet. Jo më larg. Për fat keq. Prap do ta pyetin, keni biseduar dhe kanë qenë pjesë të Kemi biseduar dhe bisedojmë, se shumë kur sekretar kuvendi nuk i kam ndajt deputetët. Pikërisht jo, këtë doja të thoya, dhe pranë jush kanë qenë figura të mëdha, eksperte, juridike, kushtetuese, emra të mëdhenj të vetë Maqedonisë sot. Po gjithsesi, prandaj them është çështje që dhe kur hapen këto tema, dilema e qytetarëve është si ka mundësi që me lehtësi merren çështjet e shtetit. Thash, të menduarit për shtetin është deri te pushteti. Si ta ndryshohet ky narrativ atëherë? Duhet me punu me popullin, me qytetarët, që një gjë është e saktë që qytetarët Maqedonisë nuk kanë rrezik për çështjet e tyre nacionale, nga qëndrimet e shqiptarëve, qoftë individualisht, qoftë kolektivisht si shqiptar, por qoftë edhe si politik. Për fat keq, politika e tyre, gjithsesi barcët e politikës tyre e trajtojnë ndryshe, e prezantojnë ndryshe. Ja ta bëj pyetjen. Këtu është problemi. Ndryshe, a kanë dështuar, le ta themi direkt kështu, politikanët shqiptar në kuptimin e asaj për t'ia shpjeguar bashkëqytetarëve tonë Maqedonas se e keqja nuk ju vjen prej nesh? Unë nuk besoj që kemi dështuar, sepse në çdo paraqitje publike shumë qartë është thënë që ne nuk kemi kompleks dhe nuk kemi problem me ndjenjen e asnjënit prej qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut në formën se si ndjehet dhe çka ndjehet. Kështu që kemi qenë shumë qartë, qoftë si subjekt, qoftë edhe në përgjithësi. Se nuk depërton ky mesazh atëherë te Maqedona, se më shumë ju depërton frika e këtyre politikanëve që duan të kenë përfitim ditor, siç thoni ju, sesa racionaliteti që ju e jepni, ne e japim, e jep gjithë shoqëria. Nuk e kam mandatin që unë mund të vlerësoj pse nuk depërton. Them aty ku jemi në komunikim. Po. Mendoj që qytetarët ndryshe e mendojnë. Pre asaj çka e veprojnë politikanët, por mbi gjitha në fund mbi sundon bindja se fushata atë që e bën, reperkusionet e asaj fushate janë ato që janë.
edhe një çështje këtu për këtë element. Mendoni që ka atmosferë komuniteti ndërkombëtar të investohet në një rinegociim të marrëdhënieve shqiptaro-maqedone kur e shohim se çfarë ndodh globalisht? Ashtu si e shoh unë për sot komuniteti ndërkombëtar ka tema shumë më të mëdha globale se sa që janë çështjet rajonale, edhe pse nuk janë të përjashtuar edhe çështjet rajonale. Kështu që prioriteti i faktorit ndërkombëtar është çështjet globale. A do ishte një aventur hapja e temave të tilla? E rrezikshme për të gjithë palët? Po çdo temë që nuk ka gatishmëri për diskutim mund të ketë rrezik të caktuar në perceptim. Edhe si pasojë e perceptimit ketë edhe reperkusionet përkatëse. Por mbi gjitha nuk duhet përjashtuar bisedimet për çdo temë, për çdo situatë. Debati është i parapëlqyeshëm, debati sinqert për atë se çka perceptojnë shqiptarët, çka perceptojnë maqedonasit në kontekst kolektiv, se mos me u artikulu. Duhet me i artikulu, me e ditë që e mendojmë gjithë mirën e shtetit, pa marrë parasysh në statusin kush si do jetë në periudhat e caktuara kohore elektorale, sepse çështja e elektoratit edhe e statusit elektoral është e sankcionuar në periudha kohore 4 vjeçare, sa i përket pushtetit qendror. Pra nuk duhet të ketë tabu, thoni ju, të hapet edhe çështjet e federalizimit, ndryshimit. Cilës do të qoftë formë të hapen, tash ajo është çështje e vullnetit të qytetarëve dhe pse mos me shpreh atë vullnet të qytetarëve, çka mendojnë shqiptarët, çka mendojnë maqedonasit dhe me gjetë mesin në gjithë atë. Okej, përshtypja që komuniteti ndërkombëtar nuk është shumë prezent ose të paktën nuk është. Komuniteti ndërkombëtar ka dhe pa një refer apo pa një arbitër, kjo do ishte shumë e vështirë. Po gjithsesi që arbitër duhet me pas, në marrëveshjet e Ohrit kemi pas, domethënë arbitër tripalësh, NATO, Union Evropian, SBA dhe sfera e interesit të angazhimit tyre, domethënë është përfshi në atë përcaktimet marrëveshjes së Ohrit, por për tema nuk i ndalon kërkush të bisedohen temat që duhet bisedohen, nuk do me thënë, por çështja e prioriteteve tyre, thash edhe një herë përsëris, është prioritete globale në tjera rajone, në tjera kriza që e lanë të situatën. Kritikët tuaj do thonë që i hapni këto temat mëdha të ndryshimit të sistemit shtetëror kur jeni në opozitë, se kur jeni në qeveri këto gjëra nuk i hapni. Kanë të drejtë? Po nuk mendoj që ka të drejtë, se këto nuk janë tema vetëm për opozitën, janë tema edhe për opozitën, pa marrë parasysh kush çfarë statusi është. Ne edhe tash si opozit, edhe si pushtet që kemi qenë për gjithë atë periudhë, kemi dhënë prioritet zbatimit marrëveshjes së Ohrit. Si marrëveshje e negociuar mes palëve me refer me lehtësues ndërkombëtar, dhe besoj që ajo ka qenë pretendimi që përcaktime strategjike të këtij vendi që nga vetësimi janë antarësimi në NATO dhe në Unionin Evropian, në NATO domethënë është antarësuar përfshi edhe vullnetit tonë dhe punës tonë që kemi bë. Çështja e antarësimit në Unionin Evropian është çështje që përgjithësia bie mbi ata që sot e kanë pushtetin dhe duhet vazhdojnë negociatat. Mos shkoni më larg, në procedurë parlamentare është ndryshimi i ligjit për qeverinë, ku një prej sekvencave është edhe zhbërja e sekretariatit për çështje evropiane dhe mund të llogaritni çfarë përcaktimi ka kjo qeveri kundrejt aktiviteteve për antarësimin në Unionin Evropian, nëse dihet se me kompetencat e sekretariatit ishte organi i cili koordinon gjitha institucionet e vendit për bisedimet që bëhen në kontekst të parafrimit tonë për antarësimin në NATO, që do me thonë si agent nuk e kanë në fokus. Pra ju thoni që pikërisht duke mos pasur agenda të tilla reformuese, integruese, kjo shkakton pastaj hapjen e temave përcaktime strategjike janë që nga pavarësimi i vendit. Edhe nëse dikush hek dorë nga e përcaktim strategjik, atëherë është e qartë kush ka hek dorë.
Kur përmendi marrëveshjen e Ohrit dhe kohëve të fundit, gjykata kushtetuese ka qenë në një lloj fokusi për atë se si ka interpretuar ligjet specifike, siç ishte ai për balancusin, apo pritet kjo për gjuhën shqipe, etj, po që në fakt janë pjesë e marrëveshjes së Ohrit. A mendoni, zoti Talat Xhaferi, se problemi juridik, teknik, por edhe politik është gjykata kushtetuese, mënyra se si merren vendimet atje? Për fat keq. Roli i gjykatës kushtetuese nuk është ai përcaktuar në kushtetut, për fat keq është bë zëdhënës politik i subjekteve politike veçantit pushtetit. Si do ishte zgjidhja atëherë për këtë çështje? A do ishte kjo ideja që edhe atje të votohet me badenterë, me atë që themi me badenterë? Po keni parasysh që gjyqi kushtetuese është organ që buron nga vetë kushtetuta, si organ i veçantë i sistemit, është mbrojtës i kushtetutës me kushtetut, por punën e vetë e ka të rregullore të brendshme që varet prej vendimeve si i sjellin me rregullore. Mendoj që rregullimi i statusit të gjyqit kushtetues me ligj për gjyqin kushtetues do të ishte mundësia që atje të definohet çështja e vendimarrjes. Logjike është që aktet që miratohen me badenterë të mos mundet të fuqizohen pa atë instrument, se logjika kushtetuese ajo është, edhe ato duhet ta mbrojnë edhe atë pjesë të kushtetutës si gjyq kushtetues, domethënë nuk mund ta neglizhojnë përcaktimin e votimit dyfisht si arritje edhe përcaktim kushtetues. Zaten ajo është obligimi i tyre që ta mbrojnë atë parim e jo ta rrezikojnë. Mund të krijohet një atmosferë e tillë që ja të merren masa të tilla që gjykata kushtetuese të ketë një lloj sanksionimi, ndoshta jo, po një lloj logjike ligjore që të mund të arrihet kjo që sapo e thatë. Po për fat keq nuk duhet me lë gjithë logjikës, sepse po pra, logjika tregon që nuk e ka një atmosferë politike për të bërë ndryshime ligjore që t'i thonë gjykatës kushtetuese nuk mundet këto gjëra ti. Po ajo është një prej temave që duhet të bisedohet interpartiake, që këto çështje të rregullohen për të mirën e shtetit, jo për atë se kush çfarë statusi momental ka në pushtet ose në shtet. E përmendët ndryshimet që janë në parlament apo për qeverinë, mundësia e shkrirjes së sekretariatit, por ju e votuat ndryshimet, i votuat vëmëros ndryshimet ligjore për qeverinë e re, apo që pati një ndryshim në emërtimin e ministrive etj. Ju vjen keq për këtë? Po drejt të them, për vete nuk kam qenë pjesëtar dhe nuk kam votuar, nuk kam qenë në aktin e votimit, nuk kam qenë prezent, nuk kam diskutuar dhe nuk mund t'ja vlerësimin për fakti që nuk respektohet e çështje. Po në qoftë se nuk ishit votuar ju si BDI, ndryshimet për qeverinë nuk do... Ditë tretat nuk siguroheshin në atë kohë. Dhe ju e siguruat, si BDI tani flas, pavarësisht vendim personal. Ato janë çështjet vendimeve të organeve partijake, duke qenë pjesë e subjektit, pa marrë parasysh mendimet personale, është vendim i organit që respektoj si vendimet. Po ka gabuar organet partijake që morën këtë lloj qëndrimi? Unë nuk do të thoja që kanë gabuar, qëllimi asnjëherë nuk është qëllim që do të rezulton me konstatim për gabim. Qëllimi ka qenë që të shtrihet një dorë e komunikimit, bashkëpunimit, mirëkuptimit për ecurit e vendit, domethënë në përgjithësi, dhe nëse para tjetër nuk di ti respekton, ajo është çështje tjetër. Domethënë ka qenë thjesht një gjest i vullnetit të mirë, doni të thoni ju. Po mirë dhe parlamentarizmi, demokracia parlamentare që të puni ka për me pas gatishmëri, për me shtri dorën, me thënë që duhet me hec. Te këto çështjet ligjore dua t'ju pyes edhe për ndryshimet për kodin zgjedhor. Ka pas disa sugjerime. Çfarë mendoni ju që duhet të pranohet, ose cila do ishte varianti më i mirë? Unë mendoj që karakteristikat e këtij vendi nuk janë për një njësi zgjedhore, si një prej varianteve. Çfarë do ishte më mirë? Optimale është 3 njësi zgjedhore, ose e fundit mbetet kjo zgjedhje. Pse?
Do me thënë, janë bërë analiza... Po mendoj që edhe më herët janë bërë analizat dhe mundësia për shprehje të vullnetit të qytetarëve drejt për drejt në tre njësi zgjedhore do të mundesh të kapitalizohet forca, vlera e çdo një vote të çdo një qytetari. Çështja e listave të hapura është nuk është problem, por duke udhëheq nga karakteristikat dhe nga përvojat e rajonit, nuk jam i sigurt sa jemi të gatshëm për një gjë të tillë. Për një gjë të tillë. Kombinimi ka qenë sistemi i kombinuar përpara, por edhe ajo në kohën që ishte nuk i kishte efektet që duhej të ketë. Prandaj kur 2002 kur është bërë kodi zgjedhor me 6 njësi zgjedhore janë bërë gjitha këto analizat, me thënë edhe politike, edhe praktike, edhe përvojat që kanë qenë në kohën që kanë qenë, por mbi gjitha përsëri janë çështje që debatohen dhe është mirë që debatohen deri në fund. Nuk është diskutabile. Por si një njësi zgjedhore mendoj që nuk është e favorshme për kërkend. Në pjesën e fundit të bisedës du të flas pak për BDI-n. Disa herë theksuat që nuk janë pjesë e strukturave, janë vetëm një deputet, por për sytë e qytetarëve, megjithatë Talat Xhaferi është një nga figurat kryesore të BDI-s. Çfarë mendoni për reformat që i bëri BDI-ja? Po mendoj që kanë qenë nevojshme. Dhe mbi gjitha kam qenë një prej atyre që kam preferuar që është koha e ndrimit të gjeneratave dhe gjithë ne që kemi qenë pjesë përbërëse dhe bartës të pozitave në organet partijake, ka qenë koha që të hapim rrugën. Një prej atyre jam edhe unë që atë nuk e ndjej si janë shkalim, por mbi gjitha me detyrat e reja si deputet dhe si antar që nga themelimi dhe një nga themeluesit të subjektit, s'do mend që është koha kur gjenerata e re duhet vejet në vijën e parë dhe ne si gjenerat ma me përvojë duhet jemi krah tyre dhe unë mendoj që kjo i ka dhënë efektet e vete edhe në zgjedhjet paraprake, 2024 edhe presidencialet edhe parlamentaret, po edhe për zgjedhjet lokale atje ku ne kemi garuar si Bashkim Demokratik për Integrim edhe pse në koalicion, por duke menaxhuar me elektoratin, mendoj që elektorati ka qenë stabil për këto çështje të përcaktimeve të udhëheqjes. Ju keni parasysh që në fillim të 2024 kam qenë edhe i zgjedhur si shef shtabit politik për degën e Gostivarit, që në aktin e zgjedhjes pata thënë shumë qartë edhe aktivistëve edhe qytetarëve se nëse personalisht Talat Xhaferi si bartës si gjithë atyre funksioneve ndoshta nuk është ajo detyrë për mua, por duke pas parasysh faktin që kjo gjenerat që e bartën procesin e përgjithësive politike ka nevojë për mbështetjen Talat Xhaferit dhe Talat Xhaferi është një memori institucionale partijake duhet të ekzistojë. Unë kam obligim moral të jem krah asaj gjenerate të re, pa marrë parasysh statusin tim momental si deputet dhe si një prej antarëve të Bashkimit Demokratik për Integrim. Do të thënë unë atë me kënaqësi edhe e praktikoj edhe për atë është dhe përcaktimi im që më tepër të jem prezent në vetë zonën elektorale të degës së Gostivarit ku merremi me strukturën atje se sa me qenë në çështjet e përgjithshme, por mbi gjitha ajo që është memoria institucionale dhe kontributi institucional, unë jam mandatin e 7 si deputet, dhe më thënë kam obligim moral që të jem përkrah kësaj gjeneratës së re. Normal që debate... Nuk keni hadrëngelje që... Jo, si me kënaqësi, nëse keni përcjell procese zgjedhore, me kënaqësi kam qenë krah për krah mbështetje të rive, dhe s'do mend që debate gjithnjë ka pro kundër, ata janë çështje të perceptimeve dhe të përjetimeve të njerëzve, secili pretendon që ka merituar me qenë pse nuk është. Këtë kontekst nuk kanë kuptuar. Nëse kjo BDI e reformuar tani, mendoni që reflekton peshën e BDI-s së kaluar, ose këto figura të reja kanë krijuar lidhjet me elektoratin aq sa duhet? Unë besoj që po, në veçanti ato që janë bartësit kryesor, kryetarët e degëve në organet përkatëse janë personalitete që kanë dalë prej strukturës që në fillim, në fakt, janë personalitete që janë rritë në parti, që e njohin partin, që e njohin elektoratin, por nuk kanë qenë të dukshëm në publik.
Kështu që është mundësia që për shembull në degën Pra elektorati i nje doni të thonë. I nje në degën e Gostivarit për kryetar degë kemi personin që është rrit në parti, i ka kaluar gjitha fazat e zhvillimit politik në organet partijake, kryetari i forumit rinor për degën, antar i kryesisë, antar këshillit, drejtor, ministër, më thonë, kanë backgroundin e dur, tash duhet publicitet me u dhanë në paraqitjet publike që edhe ndodhen, më thonë ajo është përparësia. Partia tash aktualisht është në fazën e ristrukturimit të subjektit në organet partijake, më thonë prej nëndegëve nivelit matullët e përtej, kështu që deri në fund majit mendoj që do të përmbyllet edhe ai proces dhe do të mundet mor hapin që duhet ta marr. A mendoni që në BDI zoti Talat Xhaferi ka pas një reflektim serioz të asaj se çfarë ndodhi BDI-s në periudhën e kaluar? Duam apo nuk duam, u përfshi BDI-ja dhe duhemi të jemi direkt në akuza korrupsioni, në akuza keqeverisjeje, disa thonë edhe hasdisje të disa zyrtarëve. A ka pas një reflektim real të brendshëm të BDI-s për të thënë, hey, ku gabuam, ose çfarë ta bëjmë më mirë ata? Po mendoj që kongresi i fundit është rezultati i atij reflektimi. Dhe s'do mend që për një periudhë të gjatë që kemi qenë baltës pushtetit, edhe bëhesh i tepër. Me të mirat, me të këqijat, sa mbajnë, sa s'mbajnë, tash nuk është temë që ndoshta unë duhet të definoj secili e din në pozitën si e ka, ku e ka. Ka një proverb popullore thotë, duhet me pa veten pasqyrë një herë, mëse ndë me dalë me analizu me bë tjerët, kështu që çdo njeri prej nesh kemi pas mundësinë dhe obligim që të reflektojmë kundrejt pritshmërive të qytetarëve. A për secilin prej nesh qytetarët e kanë, me të përshtypjen, perceptimin, bindjen dhe bëjat bas, mendoj që po, kur e diskutojmë këtë çështje, për shembull jasë së fundmi, kundërshtarët tuaj përmendin Artan Grubin. Ramiz Merko ka bërë një letër, thotë që nuk jam trajtuar siç duhet. Në komunikimet e partive thuhet ka kuti të zezë për funksionar të BDI-s. Cilat janë këto kuti të zeza? Shtashat janë çështjet kulluareve, kuti e zezë. Kush është ai që ka kutinë e zezë? Le ta hap nëse e ka, ç'ta them, janë çështje edhe të propagandës, edhe të shpifjeve, ato janë sende për cilat kush si e ndjen veten. Unë nuk e di pse duhet Talat Xhaferi të llogarisë çfarë llogarie duhet mbaje subjekti nëse kam unë përgjegjësi personale për punën, për aktivitetin, për funksionet që kam bërë. Po ja, ideja është ta them direkt që BDI-ja ka pengje. Dhe duke pas pengje, fjala që e thot nuk e ka, ose fjala që i thot se kanë peshën e duhur për shkak të historive të fshehta që mund të ekzistojnë, ja, si kuti e zezë që përmenden. Partia nuk mund të ketë pengje, nëse individet kanë pengje, është çështje tjetër. Mendoni që mund të ketë njerëz të tillë që mund të kenë pengje brenda BDI-s? Shtash unë as mund të them po, as mund të them jo, se nuk është çështje që mund unë ta trajtoj, se ato janë çështje për të cilat duhet procedurat përkatëse ta verifikojnë ose ta refuzojnë. Të them nuk është e pëlqyeshme që t'jap unë vlerësim personal. Unë jam përgjegjës për punët e mia, kushdo që ka nevojë të debaton për vlerësimet, e ka lirin të vlerësoj, të shpif, çfarë do të qoftë lloj, siç ishte edhe çështja e aspekteve familjare, sepse unë jam i vetëdijshëm se në jetën publike proverba popullore thotë gojet e njerëzve dhe vrimat në murin nuk mbillen kurrë, kështu që edhe fëmijët edhe familjen e më diku që sy kanë pa nuk shohin, vesh kanë pa nuk ndjejnë, në kuptimin mirë, po kur ka akuza serioze në raport me shtetin e kështu, nuk mund t'i lem vetëm si thashë teme, ato ekzistojnë. Po rregull, prandaj them çdo një të qenurit në publik, po. Nazim, çdo një ulet para pasqyrë dhe pastron punën me veten. Unë për vete flas, ndërgjegjen e kam pastër,
qetë, dhe kushdo që dënë të debatue, qoftë institucionet, qoftë individët, bujrë vëlla. Pra, edhe kjo ndoshta duhet thënë më hapur. Në fund, me që ja është një rast i rrallë këtu dhe nuk kemi dëgjuar një vlerësim. Zgjedhjet lokale, si i vlerësoni për BDI-në? Si fitore apo megjithatë si një humbje ose stagnacion? Pse kjo pyetje? Sepse edhe komuna të rëndësishme si Kërçova, Barvenica, sado që e vogël, pas tensioneve që u krijuan, u humbën. Tani nga një aspekt më i qetë, jo nga një këndvështrim me vrullin elektoral. Në kontekstin e BDI-s, BDI-a nuk ka humbë në elektorat mbështetje që ka pas. Unë mund të referohem lokalitetit ku kam vepruar. Çështja e komunave të humbura, që i theksu, Barvenicë, Kërçovë, Strug, ajo është çështje e rezultatit të inxhinieringut. Ti nga Struga e din me sa vota është humb kryetari i komunës që i pamvarun, Shqipe, kjo është loja politike. Këto janë rregullat. Kështu ka vepruar edhe BDI-a në kontekste të tjera, ka bashkëpunuar me partitë të tjera. Ma jo në formën e konstatimit. Po mos isha unë, zbëhesh i kryetari i komunës. Shtash ju e dini referimet e kryeministrit dhe porosit që i qonë edhe në Tetofë, edhe Barvenicë, edhe ku do të qoftë, ku ka mbështet. Pra ju thoni, më përpara me ju ka pas marrëveshje, kurse kësaj radhe ka pas inxhiniering. Po, marrëveshje është tjetër. Ka thënë rundin e parë, nuk mbështesim, kemi kandidatin tonë, do dalim me kandidatin tonë, kanë dalë me kandidatin tonë, dhe nuk përjashtohet. Ama porosia në mes dy raundeve, se unë vendosi, çka të them, tash unë nuk du t'i rikthehem aty në deklaratave, për shembull dhe ndodhive në Tetofë. Pse A mendoni që të ketë zgjedhje të parakoshme? Do jenë të paqëtërsueshme si mësmeje. Kur? Kur do qoftë të parakoshme, paqëtërsueshme. Qoftë vjeshtës, qoftë pranverës, edhe situata globale, po edhe situata brenda në kuptimin në veçanti social, ekonomik, nuk shkon në favor të kozgjatjes. A fiton BDI-a në ato zgjedhje? Po ne kemi thënë që jemi për zgjedhje të parakoshme. Po, a fiton dhe sa, për shembull? Po shtash unë nuk e vlerësoj sa fiton. Po mirë, do fituesi do jetë atyre zgjedhjeve thoni ju. BDI-a përderisa parapëlqen të ketë zgjedhje të parakoshme, është e bindur që po fiton. Edhe pse me gjithë këto skandale që ndodhin, mendoj që edhe qytetarët e kanë të qartë se pritshmëritë që kanë qenë nga ndryshimi, nga thirrja për ndryshim, nuk janë ata që kanë prit qytetarët. Ndryshimi është po, por është i mbrapsht për fat keq, dhe ato e çdo një qytetar kur uleni ta bisedoni e ka të qartë. Dhe e shprehen faktikisht. Ka pas një sugjerim që BDI-a, po edhe ju si Talat Xhaferi me gjithë bagazhin që e keni politik, nuk keni qenë aq aktiv sa duhet në parlament. Ka qenë si taktik për të lënë qeverinë të dështoj dhe ju thjesht jeni tërhequr, apo është një çështje e një heshtjeje politike ose një heshtje jo shumë aktive politike? Niveli i debatit që është shndruar në kuvend, spaku për vete flas, nuk e populli thotë nuk e bën baraqiran me hyn debat me atë nivel të komunikimit. Megjithatë kam përgjegjësinë edhe të funksioneve që kam bërë, nuk mund të lejoj veten të futem në një nivel të debatit siç kam qenë para bartjes së funksioneve dhe mbas bartjes, sepse kam edhe atë përgjegjësi të reflektimit të nivelit të kulturës politike në komunikim publik. Po ja, kritikët tuaj do thonë që megjithatë për shkak të gjithë bagazhit të institucioneve që ke drejtuar,
do të duhet të ishte më prezent, sepse një fjalë e jotja do të peshoj më shumë se dikujt tjetër. Nuk është çështje e fjalës se do të peshon, është çështje e kulturës së komunikimit. Është atë punë nuk e ka efektin fjala për shkak të nivelit të komunikimit. Dakor? Edhe në fund keni qenë kryeparlamentar, por ishi dhe kryeministri i parë shqiptar. A mendoni, zoti Talat Xhaferi, se pikërisht duke qenë kryeministri i parë shqiptar, kjo çështje as nuk u perceptua si me kaq peshë shqiptarët dhe nga ana tjetër provokoi më shumë se ç'duhet maqedonasit? Po nuk besoj që ka mund të prodhon më shumë peshë për periudhën e afatit kohor, por në perceptim përgjithshëm, se nuk më takon mu të bëj vetë vlerësimin. E la që qytetarët, institucionet të vlerësojnë. Personalisht mendoj që punët kyçe në favor të qytetarëve i kam kry. Si me vendimin për themelimin e shkollës fillore në Çashk, si me vendimin për legalizimin e medresesit, që ka qenë problem dekadash në Republikën e Maqedonisë Veriut, si me projektet për koridorin 8 në veçanti në kontekst të interesit të qytetarëve që prona private të mbrohet maksimalisht sa është e mundshme të mbrohet dhe në llogaritë saj të mundet të shfrytëzohet toka shtetërore, gjë që me vendimet që kemi miratuar në qeveri është realizuar. Kështu që nga terreni flas atë që Dakor, se nuk duhet të hyj në detaje, është periudha kohore perceptimi. Po, ka debatime, po nuk e kam aty qëllimin. Ideja e kisha a ishte vetëm simbolike, është përdor, dhe shqiptarët nuk u kënaqen me simbolin, dhe nga ana tjetër pikërisht kjo simbolike i provokoi më shumë se ç'duhet Maqedonasit. Unë nuk them që nuk janë kënaqur shqiptarët, se ka qenë e pritshme. Nuk kam prit çudirat, jam i sigurt që nuk kam prit çudirat për periudhës 5 mujore që kam qenë kryeministër me bë. Por si ndodhi, si praktik, faktohet edhe njëherë që nuk është problemi përkatësia etnike e barqës së funksionit. Ju e dini debatin që është bërë kur jam bërë ministri i mbrojtjes. Protesta, kundër protesta, djegje, thymje. Ministria e mbrojtjes nuk shkoi as në Tiranë, as në Prishtinë, po mbeti Ministria e mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë Veriut. Dhe për punën time si ministër mund të flasin ata që janë ballafaquar me vendimet e mia. Si kryeparlamentar, unë nuk pres që gjithë të jenë të kënaqur me atë që e perceptojnë. Për atë arsye them, unë nuk mund të bëj vetë vlerësim. Por mbi gjitha, mbi sundon bindja, në përditshmëri ku lëvizi unë, mbi sundon bindja që atë punë i kum kry me sukses, i kum kry në favor të pritshmërive të shumicës qytetarëve në Maqedoninë e Veriut, përfshi edhe komunitetin maqedonas, që në relacion interpersonal edhe e shprehin, unë i mirë kuptoj që nuk janë në situatë që publikisht dalin të thurin lavde, po mbi gjitha e pranojnë. Tek e fundit ish eksponent të bartës të atyre funksioneve janë deklaru publikisht Maqedonas. Për atë se si ku i menaxhoj. Kështu që nuk ka nevojë me i theksu. Po, prandaj thash, ideja ishte më tepër nga aspekti simbolik që ja ideja që edhe një shqiptar mund të jetë kryeminist. Po mirë, ajo është si pretekst ka mund të përdoret në blok Maqedonas se ja po ne më shtetin, ja po ajo është nuk përjashtohet. Ajo është çështje më e perceptimit dhe e kanalizimit të energjisë. E dëmtoi kjo BDI dhe vetë shqiptarët? Unë nuk besoj që e ka dëmtuar BDI dhe vetë shqiptarët, se s'duhet t'i dëmtuar, pse t'i dëmtuar barkja e një funksioni, një detyre për cilën perceptimi i shumicës është se ka qenë në favor, me thënë ka qenë pozitiv në përgjithësi për gjithë qytetarët pa marrë parasysh kujt. Në veçanti për ato që i përfaqësoj edhe i ku përfaqësu si
Dhe këtë në fund, zoti Talat Xhaferi, me gjithë peshën e institucioneve që ke drejtuar, në çfarë rrugë është kthyer Maqedonia e Veriut? Çfarë parashikoni se do ndodh në periudhën në vazhdim? Si e shikoni të ardhmen? Fatkeqësisht në kontekst social, ekonomik, të më thënë, gjendja nuk është e favorshme, obligimet po arrijnë kundrejt fondeve ndërkombëtare, rrethanat politike globale, rajonale nuk janë në favor të statusit tonë dhe të pozitës tonë këtu. Fatkeqësisht edhe ajo që tham paraprakisht se një nga përcaktimet strategjike ka qenë antarësimi në Unionin Evropian, ku mundësitë sociale ekonomike do të ishin më të avancume si shoqëri dhe si pjesë e atij unioni, për faktin që pjesëmarrja në NATO po e verifikon atë që kemi thënë paraprakisht se është interes shtetëror dhe i qytetarëve që të jemi pjesë e NATO-s, që përfshin edhe nevojën për çështjet për të qenë antar i Unionit Evropian. Klika politike duhet të kalon veten të rrugtoj me gjitha përgjegjësitë politike të mundshme që mund t'i kenë për momente caktuar kohore, por për aspekt historik dhe të ardhmes së këtij vendi dhe qytetarëve duhet të reflektojnë dhe të zbatojnë rrugtimin dhe të çojnë në fund rrugtimin për antarësimin në Unionin Evropian. Kriza do t'i detyrojnë këtë që ta bëjnë? Po është edhe kriza do t'i detyron, edhe rrethanat globale ashtu si shkojnë të detyrojnë, sepse nuk mundeni me qenë në dy karike. Nuk mundeni me qenë antar i NATO-s dhe adhurues dhe aspirues i lindjes. Me thënë me stomak me qenë perëndim, me mendje me qenë lindje, nuk shkojnë bashkë këto dy përcaktime. Mendoni që me zhvillimet e fundit, me Gruevskin, me Hungarinë dhe me gjithçka, do jetë e qartë më që Maqedonia do drejtohet drejt eurointegrimeve, apo prapë do ketë ndikime nga jashtë, me që e përmendi këtë frymën e lindjes? Po ndikimet nga jashtë nuk përjashtohen në asnjë moment. Po normal që çdo kush nga jashtë ka pretendime për të pas ndikim të caktuar. Ndodhit në Hungari janë udhërofyes për fatin në gjithë atyre që rrugtojnë në atë rrugë që ka hec pushteti deri tani në Hungari, kështu që klika politike duhet, në veçanti në bllokun maqedonez, duhet reflektuar kundrejt asaj që është interesi i shtetit e jo i pushtetit. Talat Xhaferi, të falenderit shumë për këtë bisedë, ekskluzive mund ta them, sepse rishfaqesh në opinion pas shumë muajsh dhe besoj do të kemi përsëri në biseda të tjera. Ishte kënaqësi që jemi bashkë tash. Të dashur djegës, këtu do të përmbyllim këtë podcast, këtë intervistë, sigurisht do të rikthehemi sërish pas disa ditësh, deri atëherë mirupafshim.